Inaugurohet qendra kulturore shqiptare në State Island. U inaugurua qendra kulturore shqiptare realizuar nga shoqata adhetare Ana e Malit. Kjo ditë e shënuar përkujton forcën e bashkimit, vullnetit dhe dashurisë për kulturën shqiptare në diasporë. Në ceremoninë e inaugurimit të kësaj qendre morën pjesë shqiptarët e ardhur nga 5 lagjet e New Yorkut, politikanë zyrtar të State Island, antar të Këshillit Bashkiak qytetit New Yorkut, aktivistë, përfaqësues besimeve fetare dhe përfaqësues të udhëheqjes së shoqatave të komunitetit shqiptar në New York. Përfshirë shoqata shqiptare-amerikane në State Island dhe president Naser Nika, ulqinakët, krajanët dhe ibranët e tjerë nxënës klasave të mësimit, plotësues të gjuhës shqipe nga shkollat e State Island, shoqata shqiptare-amerikane Skënderbej, State Island, New York e të tjerë. Gjithashtu ishin dhe zyrtarët e zgjedhur në State Island, të cilët u bashkuan komunitetit shqiptar për prejën e shiritin në qendrën e re komunitare, vendin ku ishte lokali i famshëm italian, një pizzeri restoran në bllokun e ndërtesave kryesore në Midland Beach, dikur ndodhej në 489 Midland Avenue, tani më ndërtesë është pronë e Ana Malisa në Amerikë, do jetë qendra e re komunitare shqiptare në State Island. Antarët shoqërisë iliriane formuan një parakalim ceremonial duke mbajtur me kënaqëri flamurit shqiptar dhe amerikanë. Aktivitetin e moderoi Bledar Maqellara, kryetari i shoqatës Ana e Malit. Albert Salaj tha se kam nderin dhe privilegjin e madh të hapin dyert e qendrës së parë komunitare shqiptare në State Island. Realizimi i kësaj ëndër të hershme është një moment i vërtet historik për komunitetin tonë dhe jemi thellësisht mirënjohës të gjithë atyre që u bashkuan me ne në këtë rast historik. Më tej Salaj, duke folur për rëndësinë e kësaj qendre, tha se ajo do të jetë shtëpi e hapur për çdo shqiptar, një vend për aktivitete kulturore gjuhësore tradicionale ku secili do të mund të gjejë mbështetje dhe frymëzim. Po ashtu në emër të komunitetit Ana Malas shprehu falënderimet e përzemta të ftuarve të State Island, presidenti Vito Fossela, Lili Zarafanlu, që përfaqësoi kongresistën Nikola Maliotakos, antarit të Këshillit të New Yorkut David Car, prokurorit të qarkut të Staten Island Michael McMahon, antarët e asamblesë shtetërore të New Yorkut Michael Tanusis dhe Sam Pizzolo, senatorët shtetërore të New Yorkut Jessica Scardella Spanton, antarët e Këshillit të New Yorkut Camilla Hanks, imam Edith Gjoni, Vanessa Limani nga zyra e kryetarit bashkisë e New Yorkut, kandidatët për këshillin e qytetit Griffin Fossela dhe Frank Morano dhe gjyqtares Edita Shkreli. Njëherë Salaj ka vlerësuar edhe mbështetjen e komunitetit shqiptar në State Island që bën me praninë e tyre në këtë ditë të veçantë. Ish kryetari i shoqatës Safet Lolla përshëndeti pjesëmarrësit dhe falenderoi të gjithë ata që sollën këtë qendër deri në realitet. Ai përmendi kryesinë, emra donatorësh që e bën të mundur këtë ndërtesë, po ashtu foli për përpjekjet e shumta dhe për kushtimin e anamalasve. Qendrën e re bekoi imami Edin Gjoni, i cili më pas foli për rëndësinë e madhe të kësaj qendre komunitare në New York. Gjithashtu solli urimin për hapjen e qendrës kulturore adhetare dërguar nga famultari i familjes Zoja Shkodës, Don Pietar Popa. I përshëndetën gjithashtu dhe aktivisti Gjeladin Zeneli, ish kryetari i shoqatës, ish deputeti i parlamentit të parë malezes, zonja Melinda Gjeloshi, ish sekretare e bordit të shoqatës Ana e Malit, zonja Keze Zylo. Folësit thanë se shoqata Ana e Malit dhe antarët e saj me këtë vetë e bën një ëndër të komunitetit shqiptar të New Yorkut një realitet me kontributin e tyre për blerjen e ndërtesës, duke punuar që nga themelet për ta sjellë atë në gjendje multifunksionale. Pas fjalimeve përshëndetëse nuk munguan as pikat muzikore nga grupi Barbana dhe vallet interpretuar nga shoqata Skënderbej dhe shkolla Alba Live.